Nëse të duhet të kapësh flokët, por ke si këto fijet e vogla të flokëve, të cilat nuk shndrojnë asnjëherë në vend, shikoni se çfarë bëj unë. Ky është një krem pa shplarje për flokët dhe për trupin. Unë do të vendos pak krem në dorë. Dhe do ta përhap një pjesë të vogël këtu. Dhe pjesën tjetër që më ngelet, do ta aplikoj në gjatësinë e flokut për ta bërë flokun më të butë dhe me shkëlqim. Me një krër ose një furç, thjesht do të shtroj këto fijet e vogla. Dhe floku përveç se nuk do të ngri, as nuk do të dëmtohet, pasi është i bërë me një krem hidratues për flokët, dhe për më tepër nuk do të lëvizë gjatë gjithë ditës, sepse do të jetë mjaftueshëm i hidratuar për të qëndruar në këtë mënyrë. Ndërsa pjesa tjetër e flokëve, edhe pse është e pastiluar, është thjesht e hidratuar dhe pa elektrizim. Pra, ky krem do të uli dhe elektrizimin në flok. Kremi është pa shplarje, pra mund të përdoret pas dushi në flok të lagur apo dhe në flok të thatë, dhe mund të përdoret dhe për trupin si një krem hidratues. Është në sasi 1000 ml, pra ja vlen për çdo përdorim që ka.